Dhe ja ku jemi bashkë dashurmesh të rubrika magjikeve të vegjël. Çdo herë është njëna prej rubrikave që çdo herë edhe neve në studio, por edhe juve në shtëpi, përmes televizionit, ju transmeton shumë dashuri. Një energji pozitive që fëmijët e vegjël na japin. Ka një ndjesi të papërshkrueshme fakti që kemi kaq shumë fëmijë që kanë kaq shumë talente e që prindrit e tyre i mbështesin, i përkrojnë dhe janë krahu i gjatë i tënë që ata t'i njekin ëndrat e veta. Çdo herë kur kam rubrikën e magjikeve të vegjël, gjithmonë munduam të përçoj këtë mesazh te prindrit, që fëmijët meritojnë ta njohin veten, të dinë çka duan dhe të përkrohen nga prindrit në atë se çka duan. Vetëm kështu, ata mund të ndjekin ëndrat e tyre që nga fëmijëria e hershme. Një fëmijëri të tillë që ndjek ëndrat e veta është edhe mysafiri i mesatëm, që është Ardian Krasniqi, i cili është studio me mu. Mirë se erdhe, Ardian. Mirë se jo gjeta. Shumë faleminderit që ke ardhur sot në emision tonë. Jam me nder. Nderi është komplet i imi, edhe na ke zbukuru komplet studion me krejt talentin tënd. Mami më ka fol shumë për ty, por po du bashk, kadal me fol për Ardianin. Fillimisht po du me dinë cilën klasë je. Unë jam në klasën e 3. Në klasën e 3, ç'është po shkon shkolla? Shumë mirë sepse i kam mësuesen shumë të mirë sepse na mëson shumë gjëra të reja nga matematika deri në gjuhë shqipe dhe ajo është mësuesja Gentiana Kotlovci dhe mësuesja Arlinda Visuka, të cilat i përshëndesim shumë, edhe që janë kaq të mira sa Ardiani i falenderon çdo herë për krejt arriturat e tij. Cila lëndë pëlqen më shumë shkollë? Banoj sinqert. Më pëlqejnë të gjithat, por më shumë më pëlqen matematika sepse më pëlqen të mbledh dhe të zbres. Prandaj ti po shkon edhe te kursi i kodimit dhe programimit, se të pëlqen matematika, po? Po. Që sa shkon në këtë shkollë të kodimit dhe programimit? Kam disa muaj që shkoj atje dhe mësoj për teknologjinë. A të pëlqen teknologjia? Po, më pëlqen shumë, sepse tani edhe mësoj se si funksionon ajo. Qa të pëlqen? Pse është kaq e mirë për ty teknologjia? Qa ka që e tërhek Ardianin te teknologjia? Të mëson se si e përdor kompjuterin dhe e telefonat dhe e televizorin nëse nuk din. Por më mirë është të përdorë sa më pak ekrane, por të punosh në kompjuter dhe të mësosh si ta përdorësh. Sa orë në ditë e përdor ti ekranin? E përdori më së shumë të 1 orë. Bravo! A e përdor qatë orë për me punu me kodim dhe programim që i ki detyrat e kursit, apo edhe shikon video, gjona tjera? E përdori atë kohë për të mësuar për programim dhe të mësoj se si të punoj në kod dhe në Scratch. Bravo. Tash, Ardian, me që i ka që i zoti në teknologji, tregom drejt, a e përdor në herë ChatGPT-n për me i bë detyrat? Jo, sepse tani mësoj shumë keq, sepse kur shkosh në shkollë dhe ki ndonjë test, tani të vjen ChatGPT-ja, por në shkollë nuk e ke ChatGPT-n. Kështu që nuk e praktikon heq? Jo, nuk e praktikoj. Bravo. E çka ju thu fëmijëve që e praktikojnë, që e shikojnë, e pyesin ChatGPT-n? Është shumë keq ashtu, sepse tani nuk mund të mësoheni vetë se si ti punoni detyrat. Më mirë është të mësosh në shkollë bashkë me mësuesen. Bravo, çfarë mesazhi i mirë. Përveç programimit, edhe kodimit dhe shkollës, ti ke gjetë kohë me shku edhe në futboll. A të pëlqen shumë futbolli? Po, më pëlqen shumë, sepse mund të shënoj gola dhe të luaj me ekipin tim. Që sa vjetë shkon futboll, Ardian? Kam 2 vjetë e gjys që shkoj në futboll dhe praktikoj atë. Në çfarë pozite lun? Kam shumë pozita si portier, mbrojtës dhe me sfërfor, për më së shumti, më pëlqen sulmues. Ty do me thënë je shumë i zoti në futboll. Po. Ty të pëlqen më shumë sulmu, se trajneri ku t'len më shumë ty? Sulmues. Sulmues t'len më shumë. Po. A je prej atyre që kur keni turnire, shkon në turnire, po besoj bashkë me ekipin, në gara, turnire, loja mitësore, as keni ende, a loja i vogël? Jo, lojnë loja mitësore, por nuk jemi në ndonjë turni. A lojo, se dishta me dita ki hap golla,
Po, i kam në karierën time si sulmues 47 gola. Dhe dje po e kom shënuar një gol. 47 gola i ki? Po. Bravo, ti për një me që ke një prej lojtarëve që pas ke me premtu në të ardhmen. A ki qef me u ba futbolist kër të rritësh? Po. Dhe me thonë, ëndra jote është me qenë futbolist kër të rritësh, apo? Ëndra ime është jem futbolist, basketbolist dhe doktor. Ua, edhe basketbolist, edhe futbolist, edhe doktor? Po. Basketa e të shku në kurs, ose diçka? Jo, por e di shumë mirë. Qysh e ke mësu? E ka mësuar duke shikuar loja. Në televizor? Po. Okej, e pse s'pja nis me shku edhe në basket, Ardian? Se më pëlqen më shumë futbolli. A, të pëlqen më shumë futbolli. E pse doktor tash tregom, se dënë mu bo doktor? Sepse kam dëshirë të shëroj fëmijër dhe të rritërit me sëmundje të rënda. O, sa i mirë, jo, Ardian. A ki dikan familje doktor? Jo. Jo, po ti donë vetë me qenë? Po. Sepse kam qef të shëroj njerëzit dhe të bëj më të mirë. Dhe ti edhe me djalin e mirë që je, me fjallë ka të bukra që tu, i shëron edhe ata që për në ndëgjojnë, edhe jam i sigur që kushdo që për në ndëgjojnë, janë të thonë sa djali i mirë, sa djali i mbarë, kështu që po të përgëzojnë, po duar të rokasin. Po, nuk është kaq, Ardiani i gjithanshëm edhe këndon. Po, këndoj shumë bukur. Tregom, sa vjeçish tash, je... Jam 9 vjeç. 9, që sa këndon? Këndoj nga 6 vjeç. Okej, ki këngë tonën apo këndon vetëm këngë të kështu të këngëtarëve tjerë? E kam një këngë dhe këndoj shumë këngë të tjera. E kini këngë tonën? Qështë ka amnin kënga jote? Besa e Mjafarit. Besa e Mjafarit. A ke marrë pjesë me këtë këngë në festivala, diçka? Po, me këtë këngë do të marrë pjesë në Kosova Festival 2026. Do me thonë, ende s'ke marrë pjesë, tash ke me marrë pjesë së shpejti. A mundesh pak refrenin e këngës me ma të këndu? Po. O, ade mu zemër mali, gjakut liri na fali, brez pas brezi, do të kujtojmë, këngë të rëbërije, do të këndojmë. Bravo. A i ke shu vetë tekstin? Po. Se unë e kom dëgju që ti të pëlqen shumë historia. Po, me pëlqen shumë historia Kosovës, e Skënderbeu dhe e familjes Jafari. Çka din për familjen Jafari, Ardian? Ata kanë luftuar kundër serbëve 3 herë, me 3 rrëfime, dhe kanë luftuar 3 ditë rresht dhe ranë hero. Këngën ja ke kushtu vetëm Adem Jasharit apo komplet familjes Jashari? Komplet familjes. Komplet familje. A ke qenë në Skënderaj? A ke qenë në Prekaz me po shtëpinë e familjes Jashari? Po, kam qenë 3 herë. Një herë me prindërit dhe familjen, edhe një herë me prindërit dhe familjen, dhe herë në fundit kam shkuar me shkollën një shëtitje tek shtëpia e Mjafarit dhe familjes Jashari. Po, prej asoj që kënë dëgju, që të kanë mësu prindrit për familjen Jashari, që ke lexu libra ose në internet, dhe prej asoj që ke po me sytë, a mundesh me më kallëzu çfarë emocioni përjetove kur shkove për herë të parë tek shtëpia e familjes Jashari? Unë ndjeva krenar për shtetin tim dhe për dëshmorët tonë. Bravo. Përveç këngës për familjen Jashari, a ke shkruar diçka ndaj poezi ose diçka tjetër? Po, e kam një të Naim Frofërit. A mundesh pak një strofë? Po. Gjuha jonë sa mirë sa ëmbël, sa gjerë dhe sa vlerë. Ty atë pëlqen me shkrujt, apo vetëm me këndu? Të dyjat me pëlqen barabart. Barabart pëlqen. E qëto që i kam unë, qka janë? Ku i ke fitu të qëto? Këto i kam fituar çdo javë në shkollë, sepse jam nxënës i shkëlqyeshëm. Je nxënës i shkëlqyeshëm dhe mësusja të ka dekoruar me këto, apo? Po. Tregom, çfarë ndjesie është kur shkon në shtëpi dhe i thu prindërve, unë sa do marr këtë, unë sa do marr këtë, çfarë thonë prindërit? Me thonë bravo dhe janë krenar për mua që ka marrë këto medalje. Bravo. Kush është më afër teje me të mbështet në krejt këto ëndra, futbolli, muzika,
kursi teknologjisë, mami apo babi? Të ditë barabart, as të njëri nuk me besën dhe nuk është krenar me pak se njëri tjetri. Të ditë janë krenar për mua. Normal që janë shumë krenar, sepse jeni djalë shumë i mirë. Qëtoj kam disa prej, do me thonë, certifikatave që i ke marrë në kursin që shkon për teknologjia, po? Po, dy kam nga kursi i Probit Akademi dhe të programimit, një kam nga garat e atomit dhe një kam nga shkolla ime, Mihal Grameno, aneksi 1. Qa ke marrë për shkollës? Qa është ajo? Kjo është levdata që kam marrër, kur kam kaluar vitin me gjithë peshe në klasën e dytë dhe klasën e parë dhe këtu na kanë jepë po dje. Okej. Tash unë e di që ti edhe lexon shumë libra. Po, lexoj shumë libra. Kam disa libra që më pëlqejnë shumë. Për shembull, kush është prej autorëve që të pëlqen shumë ose prej librave që të pëlqen shumë? Më së shumti më pëlqen Bujar Qeriqi, Jeff Kinney, që është nga Amerika, dhe Roberto Giuliani nga Italia. Lexon libra vetëm shqip apo të anglisht? Jo, lexoj vetëm libra shqip. Vetëm libra shqip. Sa libra për shembull brenda një viti ti ke lexuar? Këtë vit, po, këtë vit, në gjysëm vjetorin që kemi pasur po shumë i kam lexuar 13 libra. 13 libra? Po. Bravo. A ka një libër që të pëlqen qaq shumë sa e ke lexuar 2 herë? Po, kam një libër që flet për familjen Jashari dhe ka titullin Legjenda nga Bujar Qeriqi. E ke lexuar 2 herë? Po, më shumë. A mund është, jo me bë referatin e gjatë si në shkollë që e shkruani lektyren, po shumë shkort me ma kallëzu pak kuptimin e këtij libri. Kjo libër e tregon 3 rrethimet që ka pasur familja Jafari. Dhe kjo të kalon ty përshtypje shumë. Po. Bravo. Librat a i lexon vetëm ato që ka t'i jep mësuesja për lektyra, apo merr edhe libra vetë që don? Marrë edhe libra që veti dua dhe të shkollës. Në shkollë kemi një set të autorit turk Suat Turgut. Dhe aty i merr dhe i kthen, apo? Jo, ne kemi një fund dhe i blejmë ato libra. Dhe ato, pasi që t'i lexojmë në mësimin me zgjedhje, i komentojmë në fletore shumë të gjata. Bravo. Edhe të doja shumë me që të pëlqen muzika dhe paka shumë ke nis hapat e një këngëtari, një këngë ke realizu, prap ke mendu që do ta punosh një këngë tjetër. A ka një këngëtar që ti e ki në mendjen tënde ashtu idol që dëshiron të bësh si ai ose si ajo? Po, e kam Ilir Shaqirin. Ilir Shaqirin? Po. A të pëlqen krejt këngët e Ilir Shaqirit? Po, kam disa që më pëlqen shumë. Cila për shembull? Fjalët e Qiriut. A e den me knu pak? Po. Hajde lutna. Unë për ju do të rritë të retem, asa qiri të mos mbetem, të venitë të digjem dot, këtë dëshirë e kam sa mot. Bravo. Unë shpresoj që i nderuari Ilir Shaqiri po na ndëgjon edhe e përshëndesim bashk. Ardiani dëshiron të bëhet kur të rritet sikur jo, edhe unë shpresoj që të rriten sa më shumë zona kaq profesional si që është zoni i dashur për krejt kosovarët, shqiptarët, anë mban botës si që është zoni i Ilir Shaqirit. Unë po du me besu që ti kur të rritesh, kimja dal edhe me arrit krejt ëndrat tua. Me qenë edhe doktor me shpëtu jetë, edhe futbolist, edhe basketbolist të më tha, po? Po. Por asnjëherë mos heqësh dorë nga leximi, sepse leximi është ai që na ushqen trurin, njëjtë siç na ushqen ushqimi barkun. A është ashtu? Po, edhe ajo na pasuron fjalorin. Bravo. Dhe kjo të ka ndihmuar edhe ty me ta pasuru fjalorin, siç po fol si një djalë i mbar që je. Unë të falenderoj shumë që ke qenë te emisioni Familja Jon. Sa herë që të kish projekte të reja, të mirë pres prap në studio, vazhdo me qenë po kaq djalë i mirë, me bo veten krenar, njëkohësisht edhe prindrit, edhe mësueset, edhe me luftu për ëndrat tua.
Faleminderit. A ki një mesazh për shokët dhe shoqet tua, moshatarët tua? Po, Po? të mësojnë, të dëgjojnë mësuesen, Po? të i përmbojnë rregullat e shkollës dhe të klasës, dhe të mbojnë pastërtinë e klasën e tyre dhe në shkollë, ta mbrojnë tokën, sepse e çdo ditë është dita e tokës, jo vetëm sot me 22 prill. Po, çdo ditë duhet ta mbrojmë tokën sepse aty jetojmë. Bravo, një mesazh shumë i mirë. Edhe unë shpresoj që krejt ata shokë, shoqe që po na ndjekin, moshatarët tu, me marrë mësim prej teje, edhe me lexu sa më shumë libra, edhe me qenë po kaq i kujdesshëm në mësime, në lexime e çdo gjë tjetër. Unë të falenderoj shumë që je këtu sot me neve. Edhe unë ju falenderoj që më keni ftuar këtu. Ka qenë një kënaqësi shumë e madhe me të pasur në studio. Edhe unë që kam qenë këtu. Faleminderit shumë Ardian. Dashur miq, do doja ta zgjasja këtë bisedë edhe më shumë, çdo herë kënaqem në botën e fëmijëve se sa të sinqert e se sa shumë dashni e energji pozitive na transmetojnë. Por do të shkojmë te një tjetër moment ku na jep po ashtu një energji dhe dashni të madhe për ushqimin. Nuk e di, unë personalisht jam shumë gurmane, po më besoj që edhe ata që po na ndjekin kur shohin receta kaq të mira, sidomos kur është fjala për receta tradicionale, është një nep si pa menaxhueshëm. Do ta kemi një mike që një kohë ka qenë djali i saj për të gatuar, por sot vjen ajo. Për kë është fjala, do ta mësojmë vetëm pas pak.